Përshëndetje gjithëve, sot po dëgjoja që një deputete e Partisë Socialiste në Shkodër kishte dhënë dorëheqjen dhe ishte radhitur në radhë e një deputete të pavarur. Dhe ky është një gjest i parë që ndodh në Shqipëri, në fakt e parë që ndodh, sepse në demokracitë e konsoliduara si Britania e Madhe, qeverit bjen nga deputetët e tyre. Për shembull, tani kemi në Angli këtë Keir Starmer, e shumë deputetët e tij nuk janë dakord me politikat që po ndjek ai dhe po revoltohen kundër tij. Dhe ata mund të votojnë mosbesim ndaj qeverisë tyre dhe erëzojnë qeverinë. Pra, kjo është mënyra demokratike se si rrezohet një qeveri. Por Shqipëri, po t'i vëmë re që nga koha e komunizmit e deri tani asnjë qeveri nuk bie nga deputetët e saj. Asnjëherë nuk ka bërë vaki që një deputet i një partie të caktuar që është në qeveri në ato momente të votoj kundra kryeministrit të tij, kundra kryetarit të partisë të tij ose kryetares dhe ta arrëzojë atë. Kjo nuk ndodh. Pse nuk ndodh kjo? Sepse në Shqipëri ata deputet nuk i ka zgjedhur partia, por i ka zgjedhur kryetari i partisë. Sepse partia në Shqipëri nuk është e njerëzve, nuk është e bazës, por është e kryetarit të partisë. Kështu ka qenë me Partinë Demokratike, që është partia e Sali Berishës, edhe kështu është me PS-n, që është partia e Edi Ramës. Pra, ky është një fillim i mbarë. Ne na duhen më shumë deputet që të votojnë me ndërgjegjen e tyre, të shikojnë interesat e kombit dhe të komunitetit të tyre ku banojnë dhe jo thjesht interesin e kryetarit të partisë. Unë shpresoj që edhe deputetë të tjerë ta ndjekin rrugën e kësaj deputetes, edhe kur e pash çik në për këto rrjete sociale, kjo në fakt është një businesswoman, pra është një njeri që mbasi është futur politik me idet e saja, me idealet e saja, por patjetër linja, nuk të them linja e partisë, se linja e partisë duket gjë e madhe, por linja e kryetarit të partisë nuk e lejon atë që ajo të votojë me ndërgjegjen e saj. Prandaj detyrohet të ikë. Unë shpresoj që Shqipëria të kthejë, të bëhet një vend demokratik dhe shumë deputetë të tjerë t'i thrasin ndërgjegjes tyre dhe të thonë, ore, çfarë po i bën këtij popullit neve, dhe të largohen dhe të rrethohen atë kryeministrin që kanë. Ju përshëndes gjithëve.